Shefi i reanimacionit të Vlorës Edmond Breshanaj ka folur për momentin e mbritjes së 6 të plagosurve në spital pas zjarrit që përfshiu një hotel në Lungomare. Sipas tij, pacientët ndodheshin në katin e dytë. 3 prej tyre kishin pësuar degje të rënda, ndërsa 2 të tjerë ishin hedhur nga kati i dytë dhe kishin pësuar fraktura të kolonës. Ishte një situatë shumë emergjente, bëj fjalë për 6 pacientë të dëmtuar nga zjarri të cilët ndodheshin në katin e dytë. 3 prej tyre kishin degje të rënda, ndërsa 2 të tjerë ishin hedhur nga kati i dytë dhe kishin pësuar fraktura të kolonës. 2 prej pacientëve i nisëm drejt qendrës së traumës, pasi nuk kishin djegje, ndërsa 3 të tjerë u dërguan në repartin e djegjeve. I gjithë ekipi u njoftua dhe ishte në gatishmëri për të përballuar situatën. Pacientët kanë mbritur rreth orës 4:30. Njëra prej pacienteve, e cila është në rrezik për jetën, kishte djegje në pothuajse 100% të trupit, ndërsa një tjetër rreth 50%. Bëhet fjalë për persona të moshave të reja rreth 25 deri 30 vjeç. Ata ishin nga Prishtina, Lipiani dhe njëri prej pacientëve nga Rësheni. Tha Edmond Breshanaj, zjarri në hotelin në Lungomare ka nisur nga lokali në katin e parë dhe është përhapur edhe në katin e dytë të ndërtesës, ku ndodhet hoteli. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.